Nga Bashkimi Demokratik për Integrim kanë reaguar ndaj rebalansit të buxhetit për vitin 2026. Ilir Hasani ndër të tjerat thotë se pas përfundimit të debatit për rebalansin e buxhetit për vitin 2026, është e qartë se kjo qeveri edhe një herë dëshmoi se kur bëhet fjalë për interesat e shqiptarëve zgjedh të injorojë ato. Pas përfundimit të debatit për rebalansin e buxhetit të vitit 2026, është më së e qartë se kjo qeveri edhe njëherë dëshmoj se kur bëhet fjalë për intereset e shqiptarëve, ka zgjedh të injorojë ato. Grupi parlamentar zgjodhi dhe paraqiti një sër amandamente serioze të argumentuara dhe të bazuara në nevojat reale të qytetarëve. Këto amandamente nuk ishin vetëm karakter partijak, ishin për qëllim të siguronin më shumë investime për komunat shqiptare, por jo vetëm. Dhe me më shumë jetë për zhvillim rajonal, mbështetje për shëndetësinë, për arsimin, për infrastrukturën dhe kishin për qëllim një shpërndarje të drejtë të buxhetit. Megjithatë, asnjë nga këto amandamente tona nuk u pranua. Ky model është i njoftun i përsëritur i sjelljes së kësaj qeverie, e cila refuzon vazhdimisht çdo propozim që synon të përmirësojë kushtet e jetesës në komunat të cilët janë me shumicë shqiptare. Kur refuzohet financimi për klinikën universitare të Tetovës, nuk sigurohen mjete shtesë për spitalin e Këshovës, kur nuk mbështetet zhvillimi i barabartë rajonal dhe kur mungon transparenca për projekte kapitale nëpër komuna, atëherë qytetarët pyesin me të drejtë, a trajtohen shqiptarët me të njëjtin standard si qytetarët tjerë të Republikës së Maqedonisë, ose shteti jonë bazohet në veprimtari me standarde të dyfishme. Në vend që të korrigjojnë këtë pabarazi, kjo qeveri po i fillon atë pabarazi. Në vend që të investojë aty ku nevojat janë më të mëdha, kjo qeveri vazhdon të favorizojë të njëjtat zona dhe të lërë pasdore komunat të cilët janë me popullim më shumë shqiptar. Shifrat flasin vetë. Mjetet për zhvillim të barabartë rajonal janë ulur, s'ka mjete për klinikën universitare në Tetov, nuk ka rritje të investimeve në komunat shqiptare. Ndërkohë, çdo propozim i opozitës është refuzuar pas asnjë gatishmëri për çfarëdo dialogu. Ky mesazh politik është shumë i qartë. Kjo qeveri flet për barazi, por kur vjen momenti për të dëshmuar përmes buxhetit, gjithmonë shqiptarët mbeten jashtë prioriteteve. Ne si Front Evropian dhe Bashkim Demokratik për Integrim nuk do heshtim kurrë përballë kësaj padrejtësie dhe do të vazhdojmë kërkojmë për çdo qytetar të ketë qasje të barabartë në investime, pavarësisht se jeton në Tetov, në Shtyp, në Gostivar, Kërshov, në Delçev, në Strug, në Çajër Saraj ose në aerodrom. Buxheti i shtetit nuk mund të jetë instrument i favorizimit politik, ai duhet të jetë instrument i zhvillimit të barabartë dhe i drejtësisë për gjithë qytetarët. Refuzimi i gjithë amendamenteve tona nuk është refuzim vetëm i opozitës. Është refuzim i kërkesave dhe nevojave për 10.000 qytetarë shqiptar që presin investime, zhvillim dhe trajtim të barabartë. Kjo formë politik bërjes nuk është vetëm majorizim. Kjo nuk është vetëm formë jo demokratike, po kjo është një formë e imponimit dhe i hap rrugë një sistemi totalitar, autoritar, që është absolut në kundërshtim me tendencat eurointegruese. Ne do të vazhdojmë të luftojmë që zëri i tyre të dëgjohet dhe që padrejtësitë e këtij lloji të mos normalizohen. Faleminderit.